e grurit, e misrit, e thekës integrale, me fara pa gluten, etj, po shtrohet shumë dhe të gjithë po japin mendimet e tyre. Unë do jap opinionin tim. Varet nga trupi, mosha dhe gjendja metabolike. Por në opinionin tim, për një renditje më të ndershme, biologjike, të konsumimit bukës, unë do ndaja. Së pari, bukë thekre me tharm natyral, është zgjidhja më e balancuar për shumicën. Sepse ka indeks glicemik më të ulët, ka më shumë fibra, më pak ndikim të insulina, më ngadalë. Por duhet jetë me thekë reale dhe jo e përzien me miell të bardhë, apo e fermentuar shpejt e shpejt. E dyta vjen bukë nga drithrat e lashta, në qoftë se kemi mundësi drithrat të lashta, që kanë një gluten me strukturë të tolerueshme, që s'kan probleme me intolerancën ndaj glutenit. Dhe treta vjen buka e misrit e vërtet, që nuk ka gluten, është e thjesht, por që ka indeks glicemie pak më të lartë dhe duhet shoqëruar zakonisht me proteinë dhe yndyrë për ta rregulluar këtë problemin e nivelit glicemik. Dhe jo do të konsumuar shpesh. Pastaj vjen buka integrale industriale. Nga halli, është më e mirë se e bardha, është më shumë marketing, ka shumë përbërës, nuk është e pastër, ka një fermentim shumë të shkurtër dhe është e pastruar. Pastaj vjen buka pak gluten industriale që shumë njerëz e pëlqejnë. Por ajo mos harroni është e pasur me 27 të rafinuar, me sheqer të fshehur, me indeks glicemike shumë të lartë dhe ka nivele të larta të aditivëve, edhe pse shërben për problemet e intolerancës të fortë ndaj glutenit. Pastaj mund të vi buka me fara industriale, pra një bukë e përzierë e bardhë me të zezë, ka një ngjyrë midis tyre dhe ka fara. Dhe këto fara sipër nuk e transformojnë të bukën që mund të quajmë në ushqim integral. Kjo është buka e fundit që mund të marrim. Dhe pastaj është bukë e bardhë. Por për mendimin tim thash më e mira do ishte thekre. Nga halli do ishte kjo. Por buka sot industriale është shumë probleme. Sot mund të themi këtë që nuk ka bukë perfekte. Ka më pak bukë që bën më shumë dëm, apo ka dhe bukë, pra ka bukë që bëjnë më pak dëm dhe bukë që bëjnë më shumë dëm. Cilësia, fermentimi dhe sasia vendosin gjithçka. Buka më e mirë është ajo që trupi ka për ta haruar lehtë dhe jo ajo që barku e ndjen në fund. Pra kjo do ishte më e mirë. Brumi më i mirë do ishte i thartuar në mënyrë natyrale se bën diferencën. Sepse tharmi natyral është fermentim spontan, mban maja natyrale, ka baktere të acidit laktik, fermentohet më shumë se 12 orë dhe jep një tretje më të mirë, buka tretet më kollaj për trupin. Mielli përzihet vetëm me ujë, lihet për një kohë më të gjatë dhe merr vetëm krip. Dhe në ajri firmohet pra ajo majaja natyrale dhe baktere natyrale. Në rast tjetër, çfarë ndodh me majan industriale? Fermentohet shumë shpejt për 1 orë ose 2 orë, rrit volumin, nuk shpërbëhet mirë në të njëjtën mënyrë, ka glutene problematike dhe më shumë gluten, fitate më të larta, karbohidrate komplekse dhe nuk është buka e duhur. Pra, farmi natyral punon për brumin, maja industriale punon për kohën dhe për parat. Pra, diferenca është ulje fryrjes, gazrat, të tjetra kemi përçliruar më shumë gazra. Te me tharm çlirohet hekur zink dhe magnez, fitate mbeten aktive te majaja industriale dhe bllokohen më shumë mineralet. Kemi indeks më ulët glicemik tek tharmi dhe majaja industriale rrit nivel të shpejt glicemisë dhe inflamacioni është më i lartë.